Shikori nëse tani është hipotetike të mendohet, por se nëse do të ketë ose jo është pak problematike të vlerësohet, megjithatë duhet marrë për bazë disa elemente për të ardhur në përfundim, ndoshta jo krejtësisht të saktë për shkak se partitë politike në Kosovë kanë një lloj veprimi ndonjëherë të çuditshëm. Dhe kur po them kështu, po i referohem edhe faktit të takimit të parë të zotit Kurti me zotin Hamza, dhe që atë ditë zoti Hamza tha që ne do të jemi në opozitë, ndërkohë mbrëm në një intervistë tha që ne e la të hapur prapë mundësinë e bashkëpunimit, madje edhe për të qenë pjesë e ekzekutivit. Pra, shpeshherë ka një lloj kakofonie të çuditshme politike me shumë kuptimsi. Gjithsesi, unë pres që mund të ketë takime dhe këto takime mund të bëhen veçanërisht mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, marrë për bazë faktin që Lidhja Demokratike e Kosovës ndodhet në një proces të kuvendit të jashtëzakonshëm, i cili ende nuk dihet se kur do të mbahet. Dhe duke qenë se nuk dihet kur do të mbahet dhe duke pas parasysh faktin që zoti Abdigjiku ka thënë që nuk do të jetë në takim me zotin Kurti derisa të përfundojë çështja e kuvendit dhe çfarë rezultati do të sjellë më pastaj, rezulton që mund të mos kemi një takim me Albin Kurti dhe Lumir Abdigjiku ose dikush tjetër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse gjithçka është e varur nga procesi i kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, unë jam komplet dakord me zotin Jashari që thotë se ka kohë dhe ka hapësirë të jashtëzakonshme mjaftueshme. Domethënë neve na mbetet 60 ditë nga data 6, eventualisht 7 korrekt. Gusht që të ecet përpara dhe janë 60 ditë për të zgjedhur një pozicion politik më problematik, që është i presidentit të vendit. Për ndryshe, unë shoh shumë ekuacion të zgjidhjes së të këtij ngarçi, megjithatë kur sheh partitë politike, secila prej tyre ka një lloj arsye të vetën të brendshme për të mos qenë pjesë e ekzekutivit dhe për të mos bërë edhe marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje për ta zgjedhur presidentin e vendit. Dhe kur them kështu kam fjalën të Partia Demokratike e Kosovës, e cila me befasoi mbrëm zoti Hamza me atë çfarë poshtë dhe dëgjova me deklarimin e tij, i cili ishte në kundërthënie me veprimin dhe deklarimin e tij pas takimit me zotin Kurti, ndërsa